Lufta ndaj kanabis sativës ka qenë kryefjale e policisë së Shkodrës të paktën në 2 javët e fundit, por gjatë gjithë sezonit veror. Megjithatë, marrë në statistika dhe analiza, Blut e Shkodrës në operacionin e koduar Dugagjini 2 arriti të sekuestronte rreth 75.000 rrënjë kanabis, ndërkohë që trendi i aksioneve ka qenë gjithnjë në rritje pas kontrolleve nga ajri që avionet e policisë kanë bërë në zonën e Dugagjinit, por jo vetëm, në të gjitha zonat e qarkut të Shkodrës. Star Plus në e përllogaritje të saj ka saktësuar në datat sakta dhe parcela, por edhe në rrënjët e asgjësuara, operacionin e policisë nga data 24 gusht deri në 2 shtator, ditë në të cilën përfundoi edhe operacioni i bluve të Shkodrës në operacionin e koduar Dugagjini 2. Por në gusht, shifrat nuk ishin aq optimiste, marrë të gjitha së bashku, nga 24 gushti deri në 31 gusht, gjatë operacioneve Blut e Shkodrës kanë asgjësuar 18.320 rrënjë kanabis, shifra këto të cilat, me sa duket, detyruan policinë e shtetit që të rikthehej edhe një herë Dugagjinit, duke zhvilluar operacionin Dugagjini 2. Në vetëm 2 ditë operacion, me angazhimin e 400 forcave të policisë, Blut asgjësuan rreth 75.000 rrënjë kanabis, por siç është trajtuar shpesh herë në media, këto operacione, përveç rrënjëve të asgjësuara, shërbyen edhe si një show policesk për të asgjësuar parcelat me kanabis, ku përveç kostos në burime njerëzore, dëmi ekonomik i përllogaritur kap shifrën në më shumë se 1 milion euro dëm. Një aksion i paralajmëruar, por në kohën kur avionët e drogës lëvizën në Shqipëri, zbehen këtë aksion të policisë së shtetit në Shkodër, kur dihet që parcelat me kanabis vijojnë të jenë pjesë e zonave malore të territorit të qarkut të Shkodrës.